duhet ndodh delegjitimimi i represionit brendshëm që ka ekzistuar në Iran deri më tani dhe një kushte për një tranzicion të kontrolluar brenda Iranit që mendoj se këto mund të ofrojnë vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shife, reforma e sekretarit mbrojtjes Donald Rumsfeld në kohën e Bushit Junior ka parashiku fuqizimin e forcat armatore të Shtetit Bashkuar të Amerikës në aspektin teknologjik të zhvillimit të luftës. Mirë po, ai e pati një mangësi sepse nuk ka planifikuar forcat të cilat do ta përcjellin pastaj post-konfliktin. Dhe faza e post-konfliktit është shumë me rëndësishme se sa, po aq e rëndësishme sa dhe faza e eliminimit ose luftimit të delegjitimimit të këtyre regjimeve totalitare. Dhe presidenti Trump ka shkuar një hap më tej, jo vetëm brenda forcave amerikane, por duke krijuar pastaj fuqi ushtarake përmes aleatëve, siç ishte bordi i paqes, dhe kjo do ta mundsoj pastaj që të krijohet një përmes aleatëve ta kontrolloj fazën e pas-konfliktit dhe duke ofruar pastaj edhe një ofertë reale për zhvillim ekonomik. Pas deeskalimit, unë mendoj se është vetëm rrugë për një stabilitet qëndrueshëm ekonomik dhe kuptohet një alternativë zhvillimit ndaj izolimit, siç e kanë parashikuar, siç kanë qenë gjithmonë këto vende të kësaj zone kupton lindjes mesme ose kryesisht botës aziatike. Por zot Berisha, nga ana tjetër, a mund ta pranojë realisht Rusia dhe Kina një Iran të integruar në arkitekturën perëndimore të sigurisë? Tani Rusia dhe Kina çdo ditë më shumë konflikti në Ukrainë ka qenë mundur të përfundohet për një periudhë shumë të shkurtër. Unë në prononcimet e mia kam thënë se ose natën e parë të sulmit kam pas një intervistë duke për televizionin nga ju atje dhe kam thënë Ukraina do të jetë varri i Rusisë. Një shprehje të shkurtër, kështu dhe unë ende besoj në atë deklarat që kam bërë. Sepse një luftë e përmosave të tilla, në kohë zgjatje të tillë, se shife, probabiliteti me ndodhë luftë është shumë i ulët, se jo gjitha vendet edhe kanë kurajën për me zhvillu lufta, por impakti është i madh. Tani impakti nuk është vetëm sa unë herë çdo luftë në viktimat njerëz, por impakti i luftës në Rusi është edhe në aspektin ekonomik. Pra sot Rusia ka tërë industrinë e vet, tërë ekonominë e vet e ka militare, që në kupton, provon për të shpenzuar, por nuk provon për të reprodukuar vetveten, nuk është ky lloj prodhimi që çon në zhvillim. Ky është sikur pankreasi që prodhon insulinë derisa i bojnë presion me mjete të ndryshme dhe në një moment shterron edhe ai dhe mo mbetet njeriu pa asgjë. Kështu do të jetë edhe Rusia një pankreas që shumë shpejt do të shterrohet dhe mos prodhon insulinë as për organizmin e vet dhe do të fundoset si shtetë unë e pres Rusinë që do të shndërrohet në një republikë demokratike, popullore, e cila do të respektojë ligjin e drejta e njerëzve dhe do të largohet sa më shumë nga regjimet totalitare, të cilat vetvetill do të marrin fund edhe ashtu deri vitin 2030, Putin ka parashikuar veten të jetë në krye të shtetit. Nga ana tjetër, sa i rrezikuar është furnizimi global me energji nëse tensionet përshkallëzohen, zoti Berisha? E tash, shife, na duhet me pas një parasysh një punë. Qartësia strategjike, kur të ndërton një strategji për vendosur paqen në regjion siç është tani në lindjen e mesme, qartësia strategjike pra i shmang ato kesh llogaritjet në terren, të cilat mund të kenë kosto, çdo ambiguitet. Në këtë fushë do të çon në një kosto e cila pastaj do të i ndeshkon kryesisht ata që pretendojnë në aventurizëm ushtarak. Ta zonë Irani tani me këto tendencat për të fshur raketa drejt Izraelit e për të skuqur qiellin Izraelit dhe tjera, unë mendoj se janë aventurizma që do të kenë kosto vetëm për Iranin. Prandaj mirë, çështja e Iranit nuk mund të mbahet e izoluar sepse Irani ka pas ato grupet proxy, to Hezbollah, çka janë ato grupet terroriste, të shpallura terroriste nga Kombet e Bashkuara, kanë bërë që kjo luftë merr për masa por brenda regionit të lindjes së mesme. Mirë po realisht i ka kaluar kufit e Iranit, por çka është edhe më rëndësishme se këtu thehen interesat e Rusisë dhe Kinës, edhe tashti ato i kanë ato kalkulimet e veta në nivel euro-aziatik, pra për shkak të furnizimeve me energji dhe interesa strategjike ekonomike. Mirë po, unë mendoj një forcë për paqe, siç po aplikon presidenti Trump, e shoqëruar me një plan zhvillimit ekonomik dhe një transformim apo tranzicion politik, atëherë rrit gjasat për deeskalim të kontrolluar të situatës
në Iran. Pra, në ato 3 opsionet që kisha, unë mendoj se këtu merr forcë më shumë opsioni i parë, që do të thosh një deeskalim i kontrolluar, që do të thotë edhe krahas fuqisë ushtarake me pas edhe një plan zhvillimit ekonomik. Është jetike reforma reale në sektorin e sigurisë, sepse çdo stabilitet politik do të mbetet i përkohshëm nëse nuk kemi një reformë reale në sektorin e sigurisë, qoftë në nivel global, qoftë në shtetet individualisht, por në këtë rast në Iran, sepse aty është jetike të bëhet atje, sepse kemi një strukturë që është e karakterit ideologjik dhe militar. Kur tham ideologjik, është të shoqëruar me gjitha këto izmat, pastaj që janë edhe fetare, ku ta diun, që implikojnë dhe si them, krijojnë një perceptim apo një shikim të gabur edhe në popull të tjerë që në regione të tjera mund të takojnë besimit islam, por që s'kan bëjnë me këtë lloj radikalizmi ideologjik që përshton Iranin. Kështu që unë mendoj se aty duhet një reformë e thellë, një reformë e kontrolluar, gjithmonë e kontrolluar, duke ruajtur balancin mbi mes 3 faktorëve kyç që i thash në start, që janë fuqia ushtarake, koherenca diplomatike, mos me pas përplasje të tilla për çështje ose thjesht me nxjerr tema të reja dhe me pas një vizion ekonomik afatgjat për zhvillim të rajonit. Unë mendoj se këtu duhet ta ruajmë unitetin e aleatëve dhe duhet kuptohet të mbështesin këtë reformë që për mendimin tim janë 2 parime kryesore në komplet këtë konflikt që është dashur të kemi për bazë. Para do duhet të pranojë deterenca ofruar nga SBA, pra për një si kjo vetëm ka qenë një instrument për ta shmangë konfliktin, do mendoj se Irani nuk ka interes të zhvillojë konflikt sepse gjithçka është në dëm të Iranit. Po flasim na për interesa ndoshta gjeostrategjike, implikimet e interesave të fuqishme që ruajnë kohezionin e sigurisë globale, mirë po mos harrojmë se gjithçka prapë është në dëm të Iranit. Siç është rasti i Venezuelës e tjera. Prandaj unë mendoj se deterenca ka qenë një mundësi, një instrument për ta shmangë konfliktin. Përndryshe, këtu duhet luftohet si parime bazë edhe mbrojtja e dinjitetit njerëzor. Ju e dini se qytetarët ose bota femërore në Iran tani me këto ligjet ideologjike që i kanë atje, nuk janë as në frymën e drejtës ndërkombëtare, as rujtjes dinjitetit njerëzor, por duhet pastaj po ashtu të përcjellen edhe me një zhvillim ekonomik stabil, me një strategji zhvillimore ekonomike që janë, mendoj se themelet e një stabiliteti afatgjatë në Iran, por edhe në rajon, sepse kjo do të shërbej pastaj edhe si një precedent për shumë vende tjera ku pretendohet të instalohen regjime të tilla, qoftë edhe nëpër vendet e Evropës juglindore, duhet ta shohim se por regjimet autokratike nuk kanë një gjatësi. Këtu ka përfshirë fryma e demokracisë dhe nuk mund të hecin larg, mund të më shkaktu dome vendit e vet, siç po ndodh edhe në vendet e rajonit, ndash në Kosovë, ndash në Serbi, ndash në vende të tjera, por nuk kanë jetë gjatësi. E qartë, mirë, zoti Berisha, për të mbyllur, ndërkaq, a është tashmë Irani një nyje gjeostrategjike e rivalitetit të fuqive të mëdha, apo nga ana tjetër është një fushë beti për rendin e ri global dhe mendoni se do të kemi ende mundësinë pra për të pasur një tavolinë bisedimesh mes të 2 vendeve? Kjo është ajo që thash që në start. Do të thotë këtu tani nuk ka më hapësirë për si më thonë, me rujt supremacin fuqit që kanë pretenduar